të jepnin dorëheqje, kështu e ka thonë, sepse ka një ligj për qeverinë e re që e ka miratu vet kjo qeveri, dhe ata nuk dhanë dorëheqje duke u thirrë me një nen tjetër brenda ligjit të ekzistues. Pra kjo nuk ka të bëj fare me ditën e, le themi, konstituimit të Kuvendit Kosovës. Këta do duhet të jepnin dorëheqje, Esmeralda, në ditën kur janë certifikuar rezultatet finale dhe po flasim për dy procese të ndryshme. Janë dy procese të ndryshme, po zotit Kurti nuk do t'i interesonte ta mbante pa qenë vetë kryeministër ta zvariste procesin, dhe ky është një mundësi për opozitën që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për interpretim të kësaj pike. Këtu do t'jetë roli jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm i presidentës zonjës Vjosa Osmani nga data 15 prill tutje. Nëse javën tjetër, veç ta përmendi zoti Qeku, proceduralisht shumë shkurt, në fund javës do të filloj regjistrimi i deputetëve të Kuvendit Kosovës, është caktuar tashmë zyrtarisht i partive politike, ditën e premte për shembull lëvizjeve vendose, ditën e hënë ata të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike e tutje këtu do të bëhet regjistrimi. Kjo në parim do duhet të ishte një seancë protokolare, sepse tashmë është e përcaktuar sipas gjykatës kushtetuese që i pari Kuvendit Kosovës do të jetë një parti së parë. Dhe këtu nuk ka asnjë dyshim. Aty do të zgjedhet në blok edhe nën kryetari që do të vijë nga Partia Demokratike, edhe nën kryetari që do të vijë nga Lidhja Demokratike, edhe nën kryetari nga komunitetet, dhe në të kaluarën kjo është votuar në blok sepse është proceduralisht ashtu e zgjedhur. Deri këtu jemi në rregull, po pse thoni që do dilet jashtë protokollit kësaj radhe për shkak të skenarit zvarritjes? Zvarritja mund të ndodhë nëse s'ka pajtim qeveria Kurti që do të bëhet qeveria Kurti 3. Pra nëse si ka zoti Kurti të sigurt, sepse ka thënë në 15 prill pritet që ta kemi edhe qeverinë. Nëse s'ka numra, këtu mund të filloj ajo loja e zhagitjes. Por veç dua të jem shumë këtu i drejt për drejt sa i përket kësaj zhagitjes që ne po përmendim me të drejtë. Kjo do të ishte pazotësi, paftësi e zotit Kurti dhe lëvizjes dhe vendose me 48 deputet. Dhe që paramendoj e Beni e përmendi me shumë të drejt. 48 deputet, ose dikush e përmendi, i ka lëvizjave dhe vendose. Partia 2 dhe 3 i kanë së bashku 44. Pro paramendojnë një parti e cila shtyn në pafundësi krijimin e qeverisë. Kjo është e pafalshme për Kosovën, për problemet që të cilat ne i kemi, dhe do të ishte pazotësi e lëvizjes vendose për të lëvizur tutje. Kjo nuk i duhet Kosovës në këtë situatë. Prandaj unë thash që qeveria e Kosovës duhet të krijohet sa më shpejt që është e mundur për të ballafaquar me të gjitha problemet që sot ne i kemi edhe brenda, edhe jashtë, edhe në normalizim, dhe në dialog. Kemi në maj takimin e ministrave ku pritet le të themi Komitetit Evropian. Në Këshillin Evropian. Na nuk kemi asnjë lëvizje, nuk kemi qeveria në detyrim të styr, ministrin e punëve të jashtme nuk mund të loboj asgjë. Pra, do të ishte pafalshme për lëvizjen vendosje nëse tenton të fitoj le të themi politikisht, por nuk do të fitoj asnjë parti politikisht. Dua ta përfundoj me këtë. Shkuara në zgjedhje do të mbetet në këtë rezultat dhe votuesi do të irritohet, sepse çfarë i bie kjo? Partitë politike nuk bënë bashkë për të krijuar një qeveri dhe tash po e çojnë Kosovën në zgjedhje. Zgjedhje tash, zgjedhje në tetor, zgjedhje pastaj në prillën e a jemi ne Belgjika, jemi ne Italia, jemi ne Gjermania, ku mund të presin sepse gjithçka funksionon. E përmendi zoti Qeku, ne jemi na Studia Eurollau, na dëgjoni apo kemi një problem me komunikimin virtual? Do ta rikthejmë pas pak, ndërkohë po dëgjoj zotin Andoni. Zotin Andoni, ju pash që keni një ndërhyrje, ndërkohë që më pas do të kemi një pyetje tjetër për ju. Patjetër, kisha diçka. Ne po marrim sigur ligjvënësit e Kosovës gjatë mandateve të fundit kanë treguar majën e parlamentarizmit ballkanik. Niveli i tyre është i frikshëm. Në fakt, zotin Andoni, ju keni të drejtë se presidenti i vetëm i mbarimit të një mandati qeverisës ka qenë ky Albin Kurti kësaj radhe, se gjithmonë Kosova ka shkuar në zgjedhjet parakohshme. Dhe ky mandat legjislativ